Se ka pyetje pa qartësia. Okej, sot datë 18 maj në kantinën e aeroportit të Vlorës po zhvillohet një situatë pa precedent. Rreth 200 punonjës të MAPCO-s dhe të tjerë nën kontraktorë të saj po pengohen të hyen për shkak të një vendimi krejt paligjshëm nga administratori në detyrë, emërimi i të cilit është i kontestuar nga MAPCO dhe është duke ndjekur procedura ligjore Veki Moxha, për të ndërprerë të gjithë hyrjen e makinerive, punojësve dhe kryerjen e të gjitha veprimeve të tjera nga ana e MAPCO-s, i cili është aksionari kryesor i aeroportit të Vlorës me 98% të kuotave. Po diskutojmë për një investim të cilin MAPCO ka hedhur nga fondet e saj mbi 90 milion euro për ta kryer dhe po pengohet në mënyrë të njëanshme, krejt paligjshme nga një ortak i cili përbën vetëm 2% të kuotave, i cili më pas ka emëruar në mënyrë paligjshme një administrator i cili vijon akoma me vendimarrjen në dëm të MAPCO-s, në dëm të projektit të Vlorës dhe në dëm në shkelje të tërësore të ligjit. Për këtë situatë është njoftuar që ditën e premte Prokuria e Vlorës, është njoftuar kryeministri i vendit, është njoftuar Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë si autoriteti kontraktor. Pasi në mënyrë të njëanshme, BIA pretendon për një ndërprerje kontrate, një veprim të cilin nuk mund ta kryejë, nuk mund ta zhvillojë dhe ky veprim pretendon që duhet të bëjë ndërprerjen e punës. Kjo ndërprerje e punës do sjellë nimet janë thuajse të përfunduara, por në momentin që pengohet hyrja e punonjësve, edhe sikur të jemi duke diskutuar për 99% punime të përfunduara, nëse ti e ndërpret në mënyrë të njëhershme, nuk arrihet dot 1% për të plotësuar 100% punime. Të hyrja në kantier, lijimi i punës, hiqet urdhri për pengimin e punonjësve dhe kontraktorëve, punimet janë në drejt përfundim. Hapat e radhës ne presim lijimin e punimeve dhe nuk do pranojmë asnjë zgjidhje tjetër përveç heqjen e pengimit edhe mos ndërprerjen e punimeve.